Duke konstatuar se këto dispozita kanë krijuar paqartësi juridike për konsumatorët për shkak të mungesës së arsyetimit të mjaftueshëm dhe interpretimit të kuadrit ligjor në raport me direktivën 2009/72 të Bashkimit Evropian. Gjykata ka sqaruar se drejta për shërbim universal u takon vetëm konsumatorëve familjar dhe ndërmarrjeve të vogla, të cilat, sipas përkufizimit të detyrueshëm të direktivës, janë ndërmarrjet me më pak se 50 punonjës dhe një qarkullim vjetor ose bilans jo më shumë se 10 milion euro. Për rrjedhoj, gjykata nuk ka konstatuar mungesë të bazës ligjore për liberalizim tregut, por vetëm mungesë të arsyetimit në disa dispozita në ligjore të shfuqizuara. Zëre vlerëson se Gjykata Supreme nuk ka vendosur obligim pozitiv për zëren, për të nxjerrë një akt normativ të ri zëvendësues dhe as nuk ka urdhëruar pezullimin e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike. Përkundrazi, gjykata ka konstatuar se tregu ligjërisht është i hapur dhe se zbatimi i ligjit primar dhe i direktivës 2009/72 vazhdon drejt për drejt, pa pasur nevojë për ndërhyrje shtesë normative. Zëre vlerëson se përmes këtij vendimi synohet të sigurohet qartësi juridike, transparencë institucionale dhe zbatim i njëtrajtshëm të ligjit në frymën e direktivës 2009/72. Zëre vazhdon zbatimin e ligjit për energjinë elektrike në përputhje me nenin 3 par 3 të direktivës 2009/72, ashtu siç janë interpretuar nga Gjykata Supreme pa zgjerim apo kufizim për te kriterjeve të përcaktuara nga ligji primar. Ky vendim është deklarativ dhe konstatues në natyrë dhe nuk krijon, ndryshon apo shfuqizon të drejta ose detyrime të reja për konsumatorët apo pjesëmarrësit në treg. Atëherë konstatoj që me 5 vota për, asnjë kundër, aprovohet edhe ky vendim që në një farë, siç është prezantuar edhe prej Departamentit Ligjor, është zbatim ose konfirmim i zbatimit vendimit të Gjykatës Supreme sa i përket udhëzuesit, i cili vetëm se ka qenë i shfuqizuar që nga viti 2021, mirë po është konstatuar edhe nga Gjykata Supreme me pezullimin e këtyre dy neneve të këtij udhëzuesi. Kjo rregull e cila po propozohet të vendos kornizën regulative të plotë për funksionimin, financimin dhe pikqyrjen e mekanizmit për shtesë të energjisë së ripërtërishme në Kosovë. Qëllimi kryesor është sigurimi i një mekanizmi të qëndrueshëm, transparent dhe financiarisht të balancuar për mbështetjen e prodhimit të energjisë së ripërtërishme. Plani trajtohet si instrument praktik i menaxhimit të rrezikut të integritetit. Ky plan adreson drejt për drejt proceset ku ekziston potencial për cënim të integritetit, duke përfshirë burimet njerëzore, menaxhimin financiar dhe buxhetor, prokurimin publik, licencimin, tarifat, marrëdhëniet me konsumator dhe menaxhimin e dokumentacionit. Procesi i rishikimit është zhvilluar në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe transparente.